mbi shokët e tij, të miqësit, ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi për këtë ummet profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më të mirin e njerëzimit, më të dalluarin e profetëve. Ndërroi dhe vlerësoi këtë ummet me dërgimin e këtij profeti. Dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam e ditën këtë mirësi të madhe, e kuptuan këtë mirësi të madhe për Zotin e qetësisë dhe e deshën, e respektuan dhe sakrifikuan çdo gjë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Zoti i qetësisë thotë në Kur'an: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allahu lartësuar u ka dhënë një dhuratë të madhe besimtarëve që u dërgoi atyre një profet prej tyre. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam janë shembull i në respektimin dhe dashurinë ndaj profetit alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më njihni mua vërtet. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e çdo profeti, pra janë njerëzit më të mirë pas profetëve. Dhe për këtë ummet, ajka e shoqërisë janë pikërisht shokët e profetit alaihi salatu wassalam. Ata e dëshmuan dashurinë e tyre ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam me çdo gjë. Me fjalë, me vepra, me pasurinë e tyre, me veten e tyre. Tregon Enesi Zoti ishte i kënaqur me tij. Thotë në luftën e Uhudit, luftë e ashpër, usu mbush profeti sallallahu alaihi wasallam, pra i fitarët siç e dim, rrjeta e luftës, pra shkoi në krahun e tyre dhe u nisën ta ngushtonin profetin sallallahu alaihi wasallam derisa mbetën rreth profetit alaihi salatu wassalam 7 shokë të tij. Dhe secili prej tyre luftonte ta mbronte profetin alaihi salatu wassalam vetën e tij. Ditën para profetit alaihi salatu wassalam si që ta mbronte atë nga goditjet e iftarëve. Dhe profeti alaihi salatu wassalam çdo njëri prej tyre i thoshte: "Pra, kush prej jush i shmang i smbrap sada dhe ti ta kon xhenetin." Thotë Enesi, që të 7 secili prej tyre pra i doni mbrojtje profetit alaihi salatu wassalam dhe që të 7 ranë dëshmorë duke e mbrojtë profetin sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij e doshin aq shumë profetin sallallahu alaihi wasallam saqë edhe vetët e tyre pra i sakrifikuan për të mbrojtur profetin alaihi salatu wassalam. E po shofësh vjen Xhabir ibn Abdullah në luftën e Hendekut, luftën e vështirë, hapët një hendek tepër të madh, mundësitë ekonomike ishin tepër të dobta. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij nuk kishin ushqime, kishte varfëri të madhe. Xhabiri kujtohet se tek shtëpia e tij kishte pak ushqim edhe një shit. Kishte pasuria e tij. Shkon tek bashkëshortja, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam është i rritur. Prandaj çka kemi sot do ta ftojmë profetin alaihi salatu wassalam. I thot po, shko tregoj edhe një rreth i kush dëgjon aty afër ta marr me veten në shtëpi. Profeti alaihi salatu wassalam kur dëgjon ftesën e Xhabirit, i thot krejt ushtrisë ishin në hendek. Thot hajde se u ka thënë Xhabir. E kur shkon Xhabiri, pra si kishte mbetur, si thon Xhabir fyr, sepse thot sa ishte 100, çfarë do të mjafton te 1000 burrave. Atëherë profeti alaihi salatu wassalam, siç e dim, Zoti i qetësisë kishte parisur me mrekulli, ku ushtua ushqimi që mjaftoi për 1000 veta. Por ajo që duhet të them është që Xhabiri, shoku i profetit alaihi salatu wassalam, atë pak pasuri që kishte,
e sakrifikoi për profetin alayhi salatu wassalam. Njëherë Omeri Zoti ishte i kënaqur për ti. Hyn në shtëpinë e profetit alayhi salatu wassalam dhe e gjen atë të shtirë. Profeti alayhi salam thonë atij ishte tepër modeste. Kishte një hasër ku ishte të mbështet profeti alayhi salam dhe kjo kishte dhënë shenja në trupin e tij. Omeri nisi çaj. Sotoi dërguar me Zotit. Mbreti i Persisë, mbreti i Romakëve, lundrojnë thotë në mirësi, ndërsa ti njeriu më i sillur i njerëzimit, thotë të lejë pra këtë shëndje, atëherë thotë Omer. A nuk je i kënaqur ata të kenë dynjan e ne të kenë ahiretin. Omeri doshte që ta shihte por e doshte shumë. Dhe doshte që ta shihte profetin alayhi salatu wassalam aty ku meritonte pra më lart se çik. Këta ishin shumë të profetit alayhi salam. Kjo ishte dashuria e tyre për profetin sallallahu alaihi wasallam. Vllave motor. Prej nesh sot nuk kërkohet ajo që sakrifikuan ata. Por dashuria jonë ndaj profetit alayhi salatu wassalam sot shprehet duke besuar në të. Duke pasuar sunetin e tij. Pyetja. Sinqeriteti në dashurinë ndaj profetit alayhi salatu wassalam dhe pasivi i sunetit të tij. Në mënyrë që në botën tjetër t'jemi me profetin alayhi salatu wassalam në net. Si pasohet suneti, si pasohet rruga e tij, duke zbatuar ato fjalë, ato porosi që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Elush Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që duam në të vërtetë profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu